تمسك بحبل الله واتبع الهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Me emrin Allah të fillojmë, Allahun e falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ja dërgojmë familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Dersën e kaluar, vëllezër të dashur, kemi folë për Kur'anin, ku kemi thënë se Kur'ani është fjalë e Allahut, e zbritur, e shpallur përmes melekut të shpalljes Xhibrilit alayhis salam tek më i mirë njerëzimit, tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky Kur'an kemi thënë se nuk është i krijuar. Kemi përmend hadithe, kemi përmend ajete të mjaftueshme që tregojnë besimin e shëndosh që e ka ehlu suneti dhe xhamati, e të cilët janë bazuar në ajetet kuranore dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, autori na këshilloi dhe tha: "Wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina. Bidhalika dana al-atqiya'u wa afsahu." Thuaj, nuk është e krijuar fjala e sunduesit ton. Kështu besuan të devotshmit dhe kështu thon. Pra, e kuptuam javën e kaluar se Kur'ani dhe çfarë besimi ka ehlu suneti ndaj Kur'anit, fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Atëherë pra, nga e kanë marrë xehmit mendimin se Kur'ani është i krijuar. Xehmit e kanë marrë mendimin se Kur'ani është i krijuar, pra këtë mendim të kotë e kanë marrë nga Xhad ibn Dirhemi, i cili ka qenë i tej mbushur me mendimet e filozofëve, hebrejve dhe sekteve të tjera. Ibn Taymija, kur ka folë për Xhad ibn Dirhemin, ka treguar se Imam Ahmedi ka thënë për të, thuhet se ai ishte nga banorët e Harranit, e prej tij Xhem ibn Safwani e ka marrë mendimin se duhet mi mohu cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, duhet ta dimë se devijimi fillon në mënyrë graduale. Njëherë ka qenë si një ide të cilën ky e ka marrë prej një njeriu të devijuar, pastaj e ka ushqy këtë ide me logjik të gabuar, pastaj e ka bërë si bindje dhe kështu e ka përhap tek të tjerët, dhe jo vetëm kaq, madje ka bërë edhe pasues të shumt si në të kaluarën, si tash dhe ndoshta do të ketë edhe në të ardhmen. Për këtë arsye, ne e sqarojmë besimin e vërtet në çdo çështje që besimtarët me qenë syçel mos mi njeh hapat e gabuar. Andaj duhet ta dimë se devijimi fillon nëse njeriu shoqërohet me njerëzit e devijuar dhe me bidatçit. Pastaj, nëse e merr një ide dhe nuk kthehet tek sahabët, nuk kthehet tek gjeneratët e para. Nga se sahabët ku kanë pi ujë? Kanë pi ujë tek burimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai burim nuk ka qenë i ndotur. E këtë të tjerët që vinë pas e kanë ma problem, nga se munden me ra në gabime. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lavdëruar gjeneratën e sahabëve, pastaj gjeneratën e tabiinëve e kështu me radhë. Andaj ne besimin ton, mendimet tona duhet t'i qesim Kur'an, në sunet dhe në mendimet e gjeneratëve të para, qofse i kemi në rregull si këto burime, atëherë kapemi për ato mendime dhe adhurojmë Allahun subhanahu wa taala në atë formë. Gjithashtu, devijimi vjen nëse njeriu i jep përparësi logjikës së tij kundrejt teksteve fetare, kundrejt Kur'anit dhe Sunetit. Ne i themi që Kur'ani thotë kështu, Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë kështu, ai thotë logjika ime s'po ma kap. Nuk ka mundësi shpallja hyjnore që ka burim Allahu dhul xhelal të bjerë në kundërshtim me logjikën e njeriut. Mirë po, logjika e njeriut mund të jetë e shëndosh, por edhe mund të jetë jo e shëndosh. Gjithashtu njeriu devijon nëse kapet me fanatizëm ndaj një ideje të cilën nuk e bazon në Kur'an dhe në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Autori ka thonë, fjala e sunduesit ton. Këtu autori e ka përmend një prej emrave të Allahu subhanahu wa taala, që është emri
El Melik. El Melik. Ky emër është përmendur në Kur'an, në cilën sura? Hajde, Glauk. E thove. Po. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Në kuvendin e së vërtetës, pra në xhenet, të një sundues i plot fuqishëm. Aty është Malik Yawmiddin. Në Kur'an. Malik, Melik edhe Melik. Ka kiraje tjetër, Malik Yawmiddin edhe Melik Yawmiddin. Mirë. Pra do më thonë, autore ka përmend, që lexuam, wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina. Dhe thuaj nuk është e krijuar fjala e sunduesit ton. Mirë. Autori thot, kështu besuan të devotshmit. Pra, të devotshmit kështu e kanë adhuruar Allahun dhul xhelal, këtë besim e kanë pas, duke qenë të bindur se Allahu i lartë madhërisëm është folës me të vërtetë. Dhe e folura e tij është me shkronja dhe me zë, siç e kemi sqaruar edhe në dersin e kaluar. Pjesët e të folurit të tij, ahad kelimatihi, janë të ndërlidhura me dëshirën dhe vullnetin e Allahut. Pra Allahu ka qenë që në pafillimsi folës. Ka fol, flet dhe do të flas. Andaj çdo herë kur flet Allahu dhul xhelal, kjo lidhet me dëshirën dhe vullnetin e tij. Pra kjo është besimi i Ahlus Sunnetit dhe Xhamatit, që nga sahabët dhe derisa e ka shkruajt autori këtë poem. Dhe deri në kohën tonë, në të cilën ne po flasim, besojmë se Kurani është fjalë e Allahut dhe nuk është i krijuar. Fjala e autorit po thotë të devotshmit. Të devotshmit është shumë më si fjalës i devotshëm. Çka është devotshmëria? Kjo fjalë të cilën e hasim shumë në Kur'an dhe në hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këshill të cilën ja ka dhënë Allahu edhe popujve të kaluar, po na jep edhe neve. Wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ne kemi porosit ata të cilëve u është dhënë libri më parë, ju porositim edhe juve si ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të jeni të devotshëm, të keni takvallëk. Pra devotshmëria është të marrësh mes teje dhe dënimit, hidhrimit Allahut një pengesë që mos më të godit dënimi Allahut. E kjo pengesë çka nënkupton? Mi kry urdhrat e Allahut dhe me u largu ndalesave të tij. Një fjalë jo adresohet Aliut radhiyallahu anhu ku thot: "El khawfu min al-jalil wal 'amalu bit-tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yawm ar-rahil." Ai definon kështu devotshmërinë. Devotshmëria nënkupton me apas frikën Allahut. Me apas frikën Allahut. Me punu me tenzilin. Çka tenzil? Me shpalljen e zbritur. Me punu me Kur'an dhe Sunet. Mu knaq me të paktën që ta ka dhënë Allahu dhe mu përgadit për ditën e shpërnguljes për në ahiret. Kjo është devotshmëria. Ndërsa tabiini Talq ibn Habib ka thënë, devotshmëria nënkupton ti bindesh Allahut duke shpresuar në mëshirën e tij, e kjo në përputhje me dritën e Allahut pa shpalljen. Gjithashtu ajo nënkupton të largohesh nga ndalesat e Allahut si shkak i frikës prej ndëshkimit të tij, e kjo në përputhje me dritën e Allahut subhanahu wa taala. Një poet ka thënë, braktis mëkatet të mëdha dhe të voglat, kjo është devotshmëri. Veprosi ai që ecën mbi një tokë me xhamba, bën kujdes ku e vendos këmbën e tij. Asnjë mëkat të vogël mos nënvlerëso, se kodrat prej guralesëve janë bë. Andaj, du të me di që Allahu dhul xhelal xhenetin të cilin e ka kriju, për kanë e ka kriju? Për të devotshmit. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nxitoni drejt faljes së mëkateve nga Zoti juaj dhe drejt xhenetit, gjerësia e të cilit ërsa qiell dhe toka, e që është përgatitur për kanë? Për të devotshmit. Është të përgatitur për të devotshmit, që nga ky moment xheneti është i krijuar.
po i pret të devotshmit me hyrë në xhenet. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Me të vërtet, besimtarët e devotshëm do të jenë në xhenete ku në to ka lumej. Autori thot, e kështu thon. Pra kemi tradit, e marrim vargun që ka folë autori dhe fjalë për fjalë e zbërthejmë. E kështu thon, pra kështu e kanë ehlusuneti besimin e qartë se i përket të folurit të Allah subhanahu wa taala. E kanë besuar me zemër, e kanë shprehë këtë gjë me gojët e tyre, edhe në librat e tyre të akidës që i kanë shkruajt, qoftë me transmetime të sahabëve, tabiinëve apo hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çdo apo metën e tekste të akidës që i kanë shkruajt, çdo e kanë cekë që Allahu dhul xhelal flet. Dhe Kurani është e folur e Allahut subhanahu wa taala. Andaj edhe ne vazhdojmë me gojë plot dhe me bindje të fortë të themi se Allahu dhul xhelal flet dhe Kurani është e folur e Allahut dhul xhelal dhe kështu do më thonë ja shpjegojmë këtë çështje edhe muslimanëve. Imam al-Ajurri, Allah pas mëshiruar, ka thonë: dijeni Allah na mëshiroft ne dhe ju, se mendimi i muslimanëve, të cilëve zemrat nuk u kanë devijuar nga e vërteta dhe kanë qenë me fat për pasimin e rrugës së drejtë në të kaluarën dhe sot, është se Kurani është fjala e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk është i krijuar. Kjo thot sepse Kurani është prej dijes së Allahut, e dija e Allahut nuk është e krijuar. Qoftë i lavdëruar Allahu nga kjo gjë që ata e thonë. Këtë gjë, pra ehlusunetit, vazhdon shehu apo imami dhe thot, e argumentojnë me Kur'an, me sunet, me fjalët e sahabëve dhe me fjalët e imamëve të parë. Këtë gjë e mohon vetëm një xehmi i poshtër. Ne pra kena marrë ajete, kena marrë hadithe, atëherë t'i përmendim edhe disa fjalë të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë çështje. Imam al-Lalakai, Allah pas mëshiru, e ka cek ixhmaun, konsenzusin e dietarëve, e sahabëve, se Kurani është fjalë e Allahut dhe nuk është i krijuar. Ka përmend fjalë nga Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, Abdullah ibn Mesudi, Aisha radhiyallahu ta'ala anhum ejma'in. Ebu Bekri ka hinë garë apo ka qitë bast me Kurejshet për çështjen e se romakët do të fitonin. Në atëherë do më thonë s'ka qenë ndaluar një gjë e tillë ose s'ka zbrit ajeti që është ndaluar basti. Kur romakët kanë fitu, i dhujtarët kanë shku tek Ebu Bekri dhe i kanë thonë, ku e ke marrë ti këtë gjë? I ka thonë, nga vetja jote apo të ka kallëzuar shoku, do më thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, jo, as nga vetja ime, as nga shoku im, por ka thonë është prej fjalës së Allahut. Në cilën sure? Në surën Ar-Rum, ajetet e para. Pra po të peçun Kur'anin, Ebu Bekri shka? Fjala e Allahut. Omeri është pyet për Kur'anin, ka thonë, ai është fjala e Allahut. Uthmani ka thonë, këtë fjalë keni dëgjuar, sikur zemrat tona të ishin të kristalta, të pastërta, nuk do të ngopeshin nga fjala e Allahut. Andaj nëse ne ngopemi nga fjala e Allahut, apo nuk e lexojmë fare, dije se nuk i kemi zemrat e pastërta. I kemi ndot me mëkate. Pra dhe Uthmani tha, e quajti Kur'anin fjalë e Allahut. Abdullah ibn Mesudi ka thënë, kush dëshiron me testu se sa e don Allahun, atëherë le ta shikoj dashurinë që ka ndaj fjalës së Allahut, pra Kur'anit. Aisha radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e sinqerta, e bija të sinqertit e Ebu Bekrit. Për të çka ka ndodhur? Kanë qenë shpifje. Pra nënat e besimtarëve nuk kanë shpëtu nga shpifjet e munafikave. Sigurisht se as sot motrat muslimane nuk kanë me shpëtu nga shpifjet e munafikave. Mirë po, Aishën kush e ka pastru? E ka pastru Allahu dhul xhelal. Në cilën sure?
në surën An-Nur. Sjare ka inshallah një dhurat, një libër. Çka ka thonë Aisha radiallahu anha? Allahu më pastroi mua nga si për shtatçeve. Allahu foli për mua. Pra ja ka pohu Allahu se Allahu flet. Gjithashtu edhe tabinët, gjenerata më sahabëve, tabinët, kanë thonë që Kurani është fjalë Allahut dhe nuk është i krijuar. Kemi thonë që autori mas vargut që shpjeguam, dy vargjet të tjera flet për këtë tematik, pastaj do të futet inshallah në një tematik tjetër që do ta shpjegojmë javën tjetër. Thot wala taku fil Qur'ani bil waqfi qailan kama qala atba'un li Jahmin wa asjahu. Mos jesi ata që për Kur'anin duhet të heshtim than, siç vepruan pasuesit e Jahmit që në cungim ran apo në lehtësim e kështu me radhë. Uloj së fatë. Autori në këtë varg po flet për el-waqifa. El-waqifa apo waqifit, me thon abstenuesit. Këta than Kurani është fjala e Allahut. Mirë po, a është i krijuar, a nuk është i krijuar? Këtas, domethën, nuk e kanë cek hiç këtë gjë. Kanë dashur më mshef për mos me tregu realitetin e tyre që e kanë bindin që Kurani është i krijuar, kanë thonë Kurani është fjala e Allahut edhe kanë hesht. Për këtë arsye çka kanë thonë ulemaja për këtë? Imam Ahmedi ka thonë që ta el-waqifa, waqifit janë ata që thonë se Kurani është fjala e Allahut dhe nuk thonë se ai nuk është i krijuar. Pastaj ka thonë ata janë grupi më i keq dhe më i poshtër. Imam Ahmedi ka thonë për ta kështu. Ndërsa Uthman ibn Ebu Shejbe ka thonë ata që thonë se Kurani është fjala e Allahut dhe heshtën, ata që thanë se Kurani është fjala e Allahut dhe heshtën, janë më të këqij se ata. Se kush? Se ata që kanë thënë Kurani është i krijuar. Pse? Ata kanë thënë Kurani është i krijuar, kanë qenë të qartë në akiden e kufrit që e kanë pas. Se kush thotë Kurani është i krijuar, me ixhmat e dietarëve është jo besimtar. E këta çka? Me ta mbështellu pak. Po themi Kurani është fjala e Allahut, mirë po nuk po thojnë as i krijuar as i pa krijuar. E ne themi Kurani është fjala e Allahut, nuk është i krijuar. Është një pyetje. Pse çto waqifit u konsideruan më të poshtër dhe se përgjigjen e dham. Më të poshtër se sa xhamit e dham përgjigjen. Nga se domethën këta janë vesh me petkun e devotshmërisë, gjëja se, kështu që më jam shtjell muslimanëve atë akiden e tyre. Mirë, kush janë më të dëmshëm për muslimanët? Jo besimtarët apo hipokritët? Hipokritët apo munafikët? Pse? Po, çka është nifaku? Shfaqje e islamit, mshefje e kufrit. Domethënë, ai jo muslimani i qartë, e dim nuk është musliman edhe e trajtojmë si të tillë. Munafiku si trajtohet tek ne? Si musliman. Dikush është për shkak vjen më fal. Ne nuk e dim që ai është munafik. E shohim tu fal, i japim selam. E therr një kafsh, e haj mishin e tij. Vjen e kërkon vajzën e një muslimani, po me të jashtë me shohim që është i devotshëm, ja japim. Pse? Muslimanët janë të obliguar mi trajtu njerëzit në pas të asaj që e shfaqin. Zemrat na nuk ja dim njerëzve. E ka shfaqte na islamin, e trajtojmë si musliman. Ama na hiret, që është ajeti? Fi derkil esfeli minan nar. Janë në shkallën më të poshtme të zjarrit të xhenemit. Andaj, tani, a janë më të rrezikshëm që ata që kanë hesht, kanë abstenu, se i përket Kuranit, apo xehmit, që kanë abstenu. A e kupton? Kështu do më thonë e kuptojmë rrezikun e tyre. Mirë, autori ka thonë siç vepruan pasuesit e xehmit. Çto waqifit
piqun autori si pasues të Xehmit. E faktikisht për Xehmin ka xhe më herët që ata thonë Kurani është i krijuar. Pse i ka thujt kështu? I ka thujt për dy shkaqe. Nëse el-Waqifa, që të Waqifit janë ndiku nga Xehmit, edhe e dyta i ka thujt domethënë si pasues të Xehmit, sepse e përbashkët atë dyve, edhe këtyre që kanë thënë Kurani është i krijuar, edhe këtyre që kanë thënë Kurani është fjalë e Allahut, po kanë hesht, të dytë janë domethënë të devijuar. Për këtë arsye domethënë i ka thujt si pasues të Xehmit. Fjala e autorit që në cungim në ran, pra këta janë tregu el-Waqifa, Waqifit janë tregu të butë dhe të afrueshëm kanë me Xehmit. Ndërsa Ehlu Suneti domethënë e ka obligim të prononcohet se Kurani është fjala e Allahut, që është i shpallur e nuk është i krijuar. Tani kemi edhe një çështje tjetër, një varg tjetër. Wala taqulil Qur'anu khalqun qara'tuhu fa inna kalam Allahi bil lafzi yudahu. Kurse si mos thuaj se leximi i Kur'anit është i krijuar, sepse fjala e Allahut me shqiptim është të sqaruar. Andaj kemi na 3 drejtime që kanë kundërshtuar Ehlu Sunetin në çështjen e Kur'anit. Grupi i parë janë Xehmit dhe Mu'tazilit, që kanë thënë Kurani është i krijuar. Grupi i dytë janë el-Waqifa, Waqifit, që e morëm që kanë thënë Kurani është fjala e Allahut, mirë po as nuk themi i krijuar apo i pa krijuar. Dhe grupi i tretë janë lafdhit, el-lafdhia, të cilët kanë thënë fjala ime që me të e shpreh Kur'anin është e krijuar. Mirë. E të ky vargu, që sa po e lexuam, domethënë kurse si mos thuaj se leximi i Kur'anit është i krijuar, sepse fjala e Allahut me shqiptim është të sqaruar, këtu për kanë po flet autori për çta lafdhit, që kanë thonë fjala ime që me të e lexoj Kur'anin, e shpreh Kur'anin është e krijuar. Mirë. Kjo fjalë e bartë në vete edhe të vërtetën edhe të kotën. Kjo fjalë e bartë në vetvete edhe të vërtetën edhe të kotën. Andaj me domos duhet një shpjegim i detajuar. Këti pretenduesi që ka këtë bindje i themi, nëse qëllimi i fjalës sate, fjala ime që me të shpreh Kur'anin është e krijuar, është për qëllim fjala e Allahut, atëherë themi se kjo gjë është e kotë. E nëse është për qëllim të shprehurit që e shpreh me gjuhën tënde, e gjuha është e krijuar dhe zëri është i krijuar, atëherë themi se kjo gjë është e vërtetë. A kuptuat? Për këtë arsye kanë thënë ulemaja, as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Zëri është zëri i lexuesit, ndërsa fjala është fjala e krijuesit. Kurani si Kur'an është fjala e Allahut subhanahu taala. Mirë po gjuha jon është çka? Është e krijuar apo? Këto janë çështje pak më të imta. Mirë po çka duhet besojmë ne? E besojmë çat parën. Çdo sen çka të bjerë me atë parën ndesh, atëherë e refuzojmë. Po inshallah në të ardhmen kur të zgjerohemi në ndonjë libër tjetër, në vasiti apo diku tjetër, edhe ilmin e shtojna pak më shumë, i kuptojmë meselet, atëherë inshallah dhe zgjerohemi më shumë. Pra, e shihni Ehlu Suneti është ka për Kur'an, për Sunet, për fjalë sahabëve edhe nuk kanë deviju. Ai po të fjalë të sahabëve, Kur'ani është fjala e Allahut. Ata s'kan përmend e krijuar pa krijuar. Pse? Po si kanë pas të telashe. E kur del telashja, atëherë ti ke më thonë fjala e Allahut e shpallur e pa krijuar. Unë tash me do e mos ti duhet me thonë çështo. Jo më thonë Ebu Bekri, Aisha radhiyallahu anha e sahabët kanë thonë çështo. Jo, atëherë s'kan pas telashe. Për këtë arsye, dietar kur kanë fol a ban me qyt veten selefi. Ka thonë po, ban me qyt veten selefi. Se për shembull musliman, na thëna themi që jemi musliman. Edhe shiat na i thënë vetes musliman. Pastaj ne i themi jemi ehli sunnet. Pastaj thënë edhe grupet e devijuara jemi ehli sunnet. E tash për mu dallu, themi vetes jemi selefi, pasues të sunetit. Çdo herë domethënë ndonjëherë obligohesh
mi përdor disa gjana për shkak të rrethonave që ta imponojnë. Lutim Allahun dhul xhelal të na jap dije të dobishme, na jap vazhdimsi në punë të mira deri në takimin e ardhshëm. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.